Sot në Bruksel mbahet konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Takimi shërben për të konfirmuar përmbushjen e piketave të ndërmjetme nga Shqipëria për grup kapitullin e parë të njohur me emrin themelorët dhe shënon një prej etapave më të rëndësishme në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Para udhëtimit, Kryeministri Edi Rama tha se ky takim është një rëndësie të veçantë për integrimin. Po nisem drejt Brukselit, ku sot Shqipëria do të bëjë një tjetër hap të rëndësishëm në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Një pjesë thelbësore e këtij rrugëtimi është natyrisht, si progresi arritur, ashtu edhe puna që mbetet për të bërë lidhur me mjedisin mediatik. Dhe këtë do ta bëjmë në bashkëpunim të plot me BE-n. Mbajtja e konferencës së 8 ndërqeveritare dhe miratimi i bar hap zyrtarisht rrugën për futjen e Shqipërisë në fazën e mbylljes së negociatave për antarësimin në BE. Një ditë më parë, Kryeministri Edi Rama premtoi se qeveria do të bëjë çdo gjë për ta finalizuar procesin e mbylljes së kapitujve brenda vitit 2027.